Të nderuar qytetarë të Shkodrës, deklarata shpërndar sot nga përfaqësuesit e Partisë Demokratike nuk është gjë tjetër veçse një përpjekje për të justifikuar mungesën e përgjegjësisë ndaj një prej detyrave më të rëndësishme të një këshilltari bashkiak, vendimarrja në shërbim të interesit publik. Siç shkodranët e dinë mirë, braktisja mbledhjes së datës 8 prill ishte një dëshmi e qartë e mungesës së vullnetit për ta parë Shkodrën përtej interesave të politikës së ditës. Përfaqësuesit e Partisë Demokratike treguan se vazhdojnë ta shohin Shkodrën si një pronë politike, duke penguar zhvillimin dhe duke mbajtur qytetin peng të narrativës së vjetër të prapambetjes, mungesës së projekteve dhe luftës me armiq imagjinar. Për të qenë të qartë, këta këshilltar refuzuan të japin qytetarëve të Shkodrës hapësira publike në plazhin e Velipojës gjatë sezonit turistik, duke bllokuar vendimin për menaxhimin me çmime më të lira për pushuesit. Investimet për rikonstruksionin e Kinema Republika, një institucion kulturor që është kthyer qytetit pas më shumë se 20 vitesh si pronë private, fondet për emergjencat civile, një detyrim ligjor i pushtetit vendor ndaj qytetarëve. Kush po i përdor politikisht këto zhvillime, besoj se është më së qartë për qytetarët e Shkodrës. Shfrytëzoj këtë moment për t'ju drejtuar të gjithë qytetarëve përballë kësaj sjellje të papërgjegjshme politike. Përgjigjja më mirë do të jetë data 11 maj me një votë masive për Partinë Socialiste. Vetëm kështu Shkodra nuk do jetë më pengi politikës së vjetër, që i ka kthyer gjithmonë shpinën qytetit dhe shërbimit ndaj qytetarëve. Zhvillimi i prekshëm që po përjeton Shkodra i ka vërbuar kundërshtarët politik. Prandaj, e vetmja strategji e tyre është bllokimi dhe kthimi në llogoren politike, që i ka sjellur Shkodrës vetëm dëm për më shumë se 30 vite. Faleminderit.